ka qenë një vendim shumë i vështirë. Të dyja punët unë i bëja me shumë dëshirë, por më duhet të zgjidhja lirinë më shumë për të krijuar dhe për të qenë vetvetja ime në atë që bëj më mirë. Por duke qenë që pasioni është ajo që mbi zotëron, u detyrova që të leja policinë e shtetit dhe të vazhdoja me punën që po bëj tani. Tek portofola në përgjithësi unë përdor lëkurë keci. Është më estetike, është më e hollë dhe duket më bukur. Tek rrypat e orave, po ashtu mund të përdoret lëkurë qingji, lëkurë keci, pothuajse të gjitha llojet e lëkurave. Tek çantat përgjithësi përdoret lëkura e viçit. Pastaj pjesa tjetër ngelet në varësi të kërkesës që ka klienti. Nëse do diçka luks, mund të përdorim lëkurë gjarpri, lëkurë krokodili. Janë shumë variante ndryshme lëkurësh, çmimet janë të ndryshme. Fillojnë nga 15 euro deri në mbi 3000 euro. Produktet që janë mbi 3000 euro janë me lëkura krokodili, lëkurë gjarpri, varet tematësia, gjithmonë në varësi të produktit. Për të punuar këtu duhet shumë pasion. Pasi çdo gjë bëhet me dorë, çdo gjë bëhet me përkushtime më të madh. Duke qenë se tek unë bizedoron pasioni për atë që bëj dhe në fund të ditës kur një produkt mbyllet e merr, vjen klienti e merr dhe ngelet shumë i kënaqur, ajo është një vlerësim shumë i madh për mua. Pothuajse gjithë dita ime është e punistja.